Një ngjarje e rëndë dhe tronditëse ka ndodhur në qytetin e Durrësit, duke lënë pas një bilans tragjik dhe një komunitet të shokuar. Padorashka ka siguruar pamjet e aksidentit të rënd, ku një automjet përplasi për vdekje 2 fëmijë të mitur dhe plagosi rënd një tjetër, i cili është transportuar me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për ndihmë më të specializuar mjekësore. Pamjet e siguruara janë të rënda dhe tronditëse. Ato tregojnë momentin kur automjeti, që sipas dëshmive lëvizte me shpejtësi të lartë, përplas fëmijët që ndodheshin në zonë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 14:20 në lagjen nr. 15 të qytetit të Durrësit, një zonë e banuar ku sipas informacioneve fëmijët po luanin pranë banesave të tyre në momentin e aksidentit. Sipas të dhënave paraprake, në vendin e ngjarjes ndodhishin 4 fëmijë, 2 prej tyre humbën jetën si pasojë e përplasjes së fortë, ndërsa një tjetër mbeti i plagosur rënd dhe u transportua drejt Tiranës. Fëmia i katërt arriti të shpëtojë mrekullisht, pasi në momentin kritik u fsheh pas një biçiklete duke shmangur goditjen fatale. Pamjet tregojnë gjithashtu edhe reagimin e menjëhershëm të drejtuesit të automjetit. Shofiri i quajtur Nikol Radaçi dyshohet se ka qenë i dhëur në momentin e aksidentit dhe ka humbur kontrollin e automjetit duke i marrë para të miturit. Në momentin e ngjarjes, ai del nga makina në gjendje të rënduar emocionale dhe dëgjohet duke bërtitur: "O Zot, çfarë bëra?", duke treguar për masën e tragjedisë që kishte ndodhur në pak sekonda. Megjithatë, pas këtyre momenteve në video duket se ai largohet nga vendi i ngjarjes ose të paktën del jashtë rrezës së kamerës së sigurisë që ka regjistruar aksidentin, duke lënë pas një situatë kaotike dhe të dhimbshme. Pas aksidentit, drejtuesi i mjetit është shoqëruar në komisariat nga policia, ku po kryen veprimet procedurale përkatëse. Ndërkohë, grupi hetimor ka qenë në vend ngjarje dhe po vijon punën për të zbardhur plotësisht atë që ndodhi në ato momente tragjike. Policia e shtetit në një njoftim zyrtar konfirmon se automjeti i drejtuar nga shtetasi me iniciale NR, rreth 57 vjeç, ka aksidentuar 3 fëmijë të mitur të moshës rreth 10 vjeç. Ngjarja ka shkaktuar tronditje të madhe në komunitetin lokal, ku banorët e zonës janë përballur me një skenë të rëndë dhe të papërshkrueshme. Kjo ngjarje rikthen edhe një herë në vëmendje rëndësinë e respektimit të rregulave të qarkullimit rrugor dhe përgjegjësinë që çdo drejtues mjeti ka, veçanërisht në zonat e banuara ku prania e fëmijëve është e lartë, sepse në të tilla raste, një moment pakujdesie mund të ketë pasoja të pakthyeshme, një tragjedi që ka marrë 2 jetë të pafajshme dhe ka lënë pas një plagë të thellë për familjet dhe për të gjithë komunitetin.